Kush është ky? Ku janë këta palaco deputet që ka atë në parlamentin e tij ky? Ku janë? A kanë ndonjë fije njerëzillo, a kanë ndonjë fije shqiptarie ata njerëz apo nuk kanë? Po më habit ky fakt. Se si ishte mundur që 140 vjet atje pro këtij, këtë s'po kuptoj. Po nuk e meriton aktori turk, nuk e meriton aktori turk i Cop Tok shqiptare? E meriton kam shumë aktori turk, na unë jam shqiptar, den babaden me mira vjet këtu zotëri, që nga ka onët, që shkjo e meriton se meriton. Çdo më thënë meriton, pse meriton ka? Me që më thua meriton, pse meriton? Që merita ka ai? Që ta bëj investitor strategjik Edi Rama. Por zotëri, që merita ka im shumë se unë, pa më thuaj qikë? Thjesht është aktor. Që është aktor, e disë që me thënë? Ka dendur shqiptarët me telenovelat e tij. Tani, leni shakat edhe ironit, po aktor është fjatro. Fjatro të është plakatona dikur. Pra është shumë fytyrës, si profesion. Se duke lozur rolet të ndryshme, merr dhe pozicionet dhe fytyrat të ndryshme. Tani pun kam unë mor zotëri të jap tokën tim të rolin tim të jap atij. Pse s'ma jep mua mor me 1 euro po e jep atij? Se e marrun me 1 euro. Do vetë të marr lek borx edhe do ta marr. Çfarë thoni më? Jo më se bën për atë jo. E bën për të shkomentarizuar shqiptarët, sepse në kuadrin e atij investitori strategjik që ai nuk do vi punoj vetë këtu. Ky do sjell 30.000 vietnamez. E ka bërë marrëveshje, e ka nënshkruar zëvendës Ministria e Jashtme e Shqipërisë në Vietnam, në Hanoi. Pra, ky është Edi Rama. Këto po përgatit Edi Rama. Dhe shqiptar, jo Edi Rama, të lutem se do ta korrigjoj këtë fjalë timen. Jo Edi Rama. Ky parlament i fulliqur, ky parlament bashkibozukësh, ky parlament i pa fytyr, i pa nder, i pa cip, i pa karakter. Ky parlament i bën këto. Sa i pa ata s'bën dot gjë, njës. Po ati duhen këto zero të këtyre. Po ky parlament është aq i përgatitur me deputetët e tij sa që pjesa më e madhe e tyre nuk e kishin lexuar as pak marrëveshjen mes Shqipërisë dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, marrëveshje të cilën Agron Shea shkoi dhe e mori me vrap për ta parë se për çfarë bëi fjalë. Pra, çfarë tregon? Ku jemi këtu? Kjo të regon që ne nuk kemi deputet, nuk kemi parlament, kemi një qeveri kryeministrore, kemi një bandit, një gangster, një palaco që ka korruptuar gjithë sferën politike shqiptare, i mbështetur nga falangat e krimit në Shqipëri, janë shumë të fuqishme, dhe ai me ata bashkëpunon dhe punon, dhe jemi të pushtuar. Pra, zotëri, po them shqiptarëve, jemi të pushtuar. Dhe me pushtuesin çfarë bëhet? I lutet i thua se aman Rama e doregen apo do vesh ta rrëzosh. Çfarë bën me italianët? Pse luftuam? Aq sa luftuam. Se për të luftuar lesë çfarë luftë bën, po nëse aq sa dollën. Luftuam në 1920 me italianët, zotëri. Në 1920 po, luftuam, vërtet. Dhe unë vajta në Drashobic dhe ju drejtova skulpturës atje dhe i them greu Timor Labi i 1920-ës, greu nga varri që po ta marrin Vlorën, që futët dhe bashkibozukët dhe palacot e parlamentit shqiptar. Pra, ju kam bërë thirrje dhe ju bëj thirrje prapë shqiptarëve. Çoni more, keni humbur atë dellin shqiptar ju, e keni humbur atë traditën e të parëve tanë që kemi qenë populli që kemi pasur për herë të parë në historinë e njerëzimit mbretëresh grua zotëri, Teutën. Ora kemi qenë dikush, më nuk që na ka tani në kështu ka qenë të sirë. Dhe jemi ne fajtorë që kemi arritur deri këtu. Jemi ne fajtorë që kemi arritur deri këtu. Zoti Islami, si shpjegoni lëvizjet e fundit të Edi Ramës, i cili nga njëra anë tallet me protestuesit, nga ana tjetër shtrëngon radhët brenda Partisë Socialiste? A mendoni se në këtë rast ai po i trembet më shumë njerëzve të tij se sa vetë protestës? Padyshim që i trembet njerëzve të tij. Padyshim që ka dhe sherrë dhe debate dhe kundërshtime atje brenda, por i mbyllin aty siç i mbyllte shoku Enver. Atë bën ai.
dhe vërtetohet 104% që deri tani ka vepruar origjinal si vepron Deri Veroza, sepse që të dy kanë pasur një ustaj, një drejtues, sionistët dhe masonët dhe iluminatin. Janë ata që komandojnë praktikisht në Shqipëri. Zoti Islami, ndërkohë ditën e sotme është liruar, pra është lënë Ilir Beqaj duke transferuar me arrest shtëpie. Ju si e shikoni këtë veprim? Nuk më habit fare se unë e di që ai është liruar me urdhër të Edi Ramës. E di që drejtësia nuk është drejtësi, po është një organizat bazë partie e Partisë Socialiste, zbaton urdhrat e Komitetit Qendror të tyre, zbaton urdhrat e kryetarit të Partisë Socialiste ose sekretarit parë që është Edi Rama. Nuk më habit ajo. Thjesht treguan fytyrën e tyre, politikanë shqiptarë që me makinacione të pështira, që thonë që e lënë pa e gjykuar çështjen sa të ikin afatet ligjore dhe pastaj determinizot ta nxjerrin nga burgu. Ashtu siç e shpëtuan Lulzim Bashin që nuk e futën në burg për 230 milion euro të rrugës së Kombit që ja hodhi xhepit edhe doli pa lagur sepse e shtyn me procedura. Kjo është drejtësia, zotëri. Ky është spektri politik shqiptar. Ky është, po shohim, me këto që po bëj. Ndërkohë, po sot ka qenë në SPAK ish zëvendës kryeministri Belinda Balluku. Si mendoni, a do ta lëshojë Edi Rama Belinda Ballukun për të shtensionuar situatën apo ka frikë se ajo ndoshta mos e merr me vete? Ajo ja ka thënë do vish bashkë me mua, ka thënë po vajta unë atje. Dhe padyshim që ajo sot ka vajtur ka bërgjinën e radhës. I kanë thënë ata shiko thuajna në gjë, në kënë gjë për të thënë nga ndekte dhe përfundimisht ka ikur ka vajtur shtëpinë saj. Nuk ka që bën Belinda Balluku ai, sepse ajo e kam thënë edhe një herë tjetër po në kanalin tuaj, kam thënë kështu që ajo zonja i ka dërguar mesazh dhe i ka thënë nuk mund të bësh ti me mua atë që bëri Enver Hoxha me gjyshin tim. Kaq pastër, kaq qartë nuk mund të shkojë më shumë. Pra, ai asaj merr të keqen s'ka që bën hiç, i vjen anës, ai praktikisht i lutet Belinda Ballukut, i do të shketi ke mua, sa kohë që është ai në pushtet. Kur ti ke nga pushteti, pastaj do ikin që të dy dhe do përfundojnë në kosh të plerave, po deri atëherë do jetë bon, do kanë bërë shumë krime dhe shumë dëme ekonomisë dhe popullit dhe shtetit shqiptar. Zotëri, Shqipëria po shkatërrohet ditë për ditë, minutë për minutë. Ai sa kohë që ri atje akoma në karregen e kryeministrit, ai vazhdimisht shet troje shqiptare. Çfarë presin këta shqiptarë që ta rrëzdojnë? Se po shet por ditë për ditë, po shet me letra. Çfarë duhet presim më? Unë këtë s'kuptoj. Ndërkohë, pak ditë më parë është arrestuar në Francë njeriu i aferës së Akshit Ermal Beqiri, i cili fluturonte mbi centralin bërthamor në afërsi të këtij centrali dhe me vete janë gjetur pajisje përgjimi. Në këtë rast, a mendoni se ky person i cili ishte shpallur në kërkim mund të ketë pasoja më pas që mund të reflektohen edhe ndaj Edi Ramës, duke qenë se Akshi është një nga institucionet e vendosura në kryeministri? Zotëri, e pare punës njerë që atë nuk do të bjerë këtu. Edi Rama do bëjt pa mundur nëpërmjet miku të ti Macronit, ati palacos tjetër që drejton, do bëjt pa mundur që ajtë mos bëjt këtu, sepse po erdhja i dhe po folja i Edi Rama pasaj bashkë me Salihu do vend burg, sepse është personi që ka mbuluar shumë krime nëpërmjet mashtrimit, që ka thënë bie fjala për videon e Dritan Priftit me Ilir Metën. Me Ilir Metën. Ajo ishte, kush nuk e pa, unë që marrë vesh në elektronika, sepse kam bërë shkollën e mesme për elektronik, edhe di mirë se do të thotë si funksionon dhe si veprohet me një video. Jo më jo, ore ta shqip për shqip, e di shbëjnë këta, e dim ne, thonë, na keni vënë këtu, ne do të vrasim tani, do të shkelim, do të shtypim, si të na doj qefi neve. Edhe s'kemi shtabën i histot, se kemi policinë. E keni parë që për policia tani, provokon policia tani protestuesit, jo protestuesit provokojnë policinë. Pra, në polici,
ka futur të gjithë spionët që ka pasur që në kohën e Enverit dhe sot e kësaj dite që i quajnë patronazhist, ata janë spionët e Enverit dhe të Lekqit. Pra e ka forcuar diktaturën dhe dhunën këtu në maksimum. Mirë po dhuna kërkon dhunë dhe këtë s'kan llogaritur, janë gjithë trash në këtë pikë. I gënjen mendja, mendoj se me dhunë do mbajt një popull. Nuk marrë një popull 2 milionë që kanë mbetur me dhunë, mërjo, nuk marrë, se pa mundur. Por nga ju, nga kanali juaj, i bëj thirrje diasporës. Në qoftë se u ka mbetur në një pikë gjak, edhe jo në një pikë gjak, por në një pikë dëmshuri për këtë vend, ju vëllezër dhe motra diasporës, urgjentisht hajde në Tiranë që nga data 1 gusht dhe ta përmbysim qoftë edhe me një grumbullim prej 1 milion vetësh në Tiranë. Çfarë do bëj ky? S'ka nga vete, do iki, do qërohet. Pra vetëm kështu ikën ky. Nuk ikën ky me mënyra tjera. Luftë si bëndot se s'kemi se ta bëj, edhe nuk ngrihesh dot, nuk lejohet, s'të lë as Evropa, s'të as bota. Atëherë hajde ta mbytim me frym. Ti zëm frymën, mos puna as zyrë. Asnjë bashki, asnjë ministri, asnjë të mos punoj. Prandaj ju lutem diasporës, ju përgjërohem. Hajdeni të shpëtojmë Shqipërinë, po ju them, se do jetë vonë dhe nuk do gjeni vend ku të hyni Shqipëri kur të po në një këtan pushet dhe ta mbyllim të legjislaturë. Mbajini mend çu them. Zoti Islami, duke qenë se Ermal Beqiri cilësohet si ushtari Belinda Ballukut, a mendoni se ai ka vërtet sekrete aq të rënda për Edi Ramën së bashku me Ergyll Sagasin që mund ta fundosin një herë mirë kryeministrin? Absolutisht po. Por janë marrë masat që ata të mos vinë në Shqipëri. Mos vinë në Shqipëri. I ka siguruar. Para kanë, zotëri. Mbështetje kanë, pasaporta kanë nga 10 nga 15 në përgjepa. Nuk mos prife shqiptarë. Po si është e mundur që Spaku theksoi që e dinim që ku ndodhej dhe e kishim shpallur në kërkim dhe nuk ishte rastësi që e arrestuan autoritetet franceze? Po ka pa turpësi më të madhe se kjo, sa të thonë e dinim ku ndodhej edhe nuk e arrestonim më. Ka pa turpësi më të madhe kjo duke pasur një urdhër arresti për të. Me këtë allën. Po ka që pa fytyrë që në kanë dhe këta sa të bëjnë të tillë deklarat, që nuk duhet ta besojnë një deklarat të tillë. Që të thonë e dinim ku ishte, ose arrestonim dot, që kjo. E bëri Klodian Brau në një takim me gazetarët. Lere ma se ata ishte ai. Po ai është kreu i Spaku. Po prandaj unë atje se një ushtari i bindur i Edi Ramës. Nuk e punë kot atje. Por e këta dinë që bëjnë. Por e këta do të mbajnë pushtetin me të gjitha format dhe me të gjitha metodat, zotëri. Me të gjitha mënyrat antidemokratike, antinjerëzore, kundër ligjeve, antiligjore, me të tëra do bëjnë pa mundur që të mbajnë pushtetin këta. Dhe po e mbajnë ashtu po e mbajnë.